Po në kohë të Xhaxhit, si I thoja o Hoxh, Allahu I lartësuar është krijuesi I gjithësisë. Krijesat shkojnë, lindin, vdesin. Krijuesi, Allahu I lartësuar, ka qenë para enverit. Zoti I gjithësisë, Allahu I lartësuar, mbeti edhe pas enverit. Allahu I lartësuar adhurohet në trojet tona. Është adhuruar para se të vinte enveri dhe vazhdoi të adhurohet edhe pasi iku enveri. Zoti I gjithësisë është fuqiplot. Allahu I lartësuar është I fuqishëm për gjithçka. Zullumqarët, mizorët, sado që të mundohen me ndal adhurimin e të madhit Zot, nuk ja arrin dot. Krijuesi I gjithësisë është absolut në gjithçka. Allahu I lartësuar përmendet dhe thirret ezani 5 herë në ditë. Zoti I gjithësisë, ne adhurojmë Allahun e lartësuar vazhdimisht. Allah, krijuesi I gjithësisë. Emri I Tij është përmendur në trojet tona vazhdimisht dhe vazhdon të përmendet, dhe lutim Allahun e lartësuar që vazhdimisht të përmendet emri Allah. Minaret e xhamive vazhdimisht therasin Allahu Akbar 5 herë në ditë. Allahu është më I madhi.